e cila ishte prekur nga virusi AH1N1. Ajo lindi 2 binjak, njëri fatkeqësisht nuk i mbijetoi, ndërkohë që foshnja tjetër është në gjendje të mirë shëndetësore. Do të lidhemi në këto momente me mjekën e cila ka asistuar pacienten. Të infektivit për virozat e gripit dhe kujdesin maksimal që duhet të ndjekin sidomos pacient të veçantë. Kryesisht janë më të ndjeshëm moshat e treta, fëmijët e vegjël, pacientët të cilët vuajnë nga problematika kronike, diabetikët, gratë shtatzanë e tjerë. Rasti konkret, në fakt, ishte një grua shtatzën, 31 javëshe, e ardhur në datën 9 shkurt në spitalin tonë, në paraqit, mbas një gjendje të gripit, me problematika të simptomatologjisë të gripit, dhe u fut direkt në terapi intensive, thash ishte shtatzën 31 javëshe, me kondicione të vështirësisë në përmarrje, të cilat të kërkonin asistenca të invazionit dhe të trajtimit invaziv në repartin e terapisë intensive. Duke qenë se situata ishte vështirë në momentin e ardhjes, u detyruam që të bënim lindjen e parakoshme, ishte me binjak dhe u realizua në spitalin ton lindja së bashku në bashkëpunim me kolegët e spitalit obstetrik ginekologjik Koço Vlozheni, ku mbas 2 ditësh, pra me 11 shkurt, u realizua lindja në sallat e operacionit këtu, duke pasur pra bashkëpunimin e 2 ekipeve. Njëri nga fëmijët faktikisht ndroi jetë, ndërsa tjetri mbijeton dhe aktualisht. Pal punës që u bë atë ditë. Ndërkohë, gruaja vazhdoi me asistencën në reanimacion, duke u zbatuar të gjitha ato protokollet e mjekimit, që guidelines-et botërore që bëhen në situata të tilla, që do të thotë që në trajtimin me asistencë respiratore, me frymëmarrje artificiale, po kështu edhe me trajtimin me antibiotik, antiviral dhe gjithë gamën e terapisë që përdoret në të tilla raste. Me thënë të drejtën, në ditët e fillimit patëm një lloj të themi kënaqësie se do ta kalonte, pasi suporti dhe asistenca thash ishte goxha e lartë, por me gjithë përpjekjet maksimale që u bën nga gjithë stafi mjekësor, në gjithë trajtimet që unë përmenda më lart, nuk mundëm dot ta kalojmë dhe me 25 shkurt, me gjitha këtë lloj asistence, pacientja ndroi jetë. Sinqerisht, ndihem e keqardhur për humbjen e jetës njerëzore dhe do doja që ajo ta kishte kaluar dhe do doja që dhe ju t'ishit të pranishëm në mbijetesën e jetëve, pasi jo pak, po shumë raste mbijetojnë dhe fatkeqësisht humbjet janë pjesë e jetës, por rasti konkret nuk mundi do ta kalonte. Aktualisht, duke neve, raste që kanë ndruar jetë, kanë qenë raste me problematika dhe me simptomatika që përmenda më lart, me komplikacione, me sëmundje bashkëshoqëruese që nuk kanë kaluar, ndërsa raste, domethënë, pa problematika, pa komplikacione nuk kemi patur. Dhe të them të drejtën, unë jam prononcuar dhe më parë, publikisht, si vjet, virozat ne i kemi të përvitshme,
këto njihen në mbar botën, vdekshmëria është e njohur në mbar botën. Si vjet, domethënë ka qenë më e pakët, të themi, në krahasim me vitet e tjera, të themi si viroz, më e lodhur, të themi në thojza, por të gjitha rastet që nuk kanë mundur të mbjetojnë, kanë qenë rastet të cilat thash kanë pasur sëmundje bashkëshoqëruse, diabetik, apo edhe gracazane që janë të ndjeshme me ulje të imunitetit në të tilla raste. Prandaj edhe thash, prononcimet që personalitetet të mjekësisë bëjnë her mbas here për vaksinimin paraprak, për kujdesin që duhet të kenë njerëzit në të tilla raste, bëhet për këtë arsye. Aktualisht sa është numri i personave që janë prekur me virusin AH1N1 dhe mbahen në vëzhgim në Spitalin Shevqendroqi? Këtu, ju flisni këtu ke ne, sepse nuk bëhen trajtimet vetëm këtu ke ne, bëhen edhe në QSUT, në Spitalin Infektiv, rastet konkrete, do me thonë, i kanë nxjerrë shëndeti publik, i keni të nxjerra në media dhe janë bërë prononcime dhe me numër, do me thonë nuk mund të them numrin e saktë, por nuk ka qenë i masë në krahasim me vitet e mëdha. Rastet aktualisht për momentin po flisni, aktualisht janë edhe një rast tjetër, por themi që do ta kaloj, do me thonë nuk ka ardhur konfirmim për gripin, sepse ne presim dhe për gripin, nuk ka ardhur, por gjithsesi mendojmë se do ta kaloj. Nuk është pyetje për ju, por ju po keni mundësi që të pyesim, sepse ISHP nuk ka pranuar deri në momentin që t'ia konfirmim. Si shpjegoni faktin që incidenca në gjithë vendet e rajonit, por edhe në Europë, duke përfshirë dhe Gjermaninë, shumë e lartë tek vdekshmëria, marrim rastin e Kosovës 9 vdekje për 2 milion banor, ndërkohë që ne jemi 2.8 milion dhe kemi vetëm 4 apo 5 raste të dokumentuara. Si shpjegoni këtë fakt? Që neve nuk kemi, zakonisht po nuk ka pasur, atëherë ne nuk kemi pse të themi gjëra që nuk ekzistojnë. Raste që kanë humbur jetën janë këto. Kështu që për këtë pjesë, domethënë nuk kam pse të bëjmë prononcim tjetër. Normalisht, po, them, sepse tjetri mbijeton. Për faktin që ishte prematur, kuptohet që ndjeshmëria dhe imuniteti në tilla raste është goxha i ulur. A kemi të tjera humbje në Spitalin Shevqendroqi nga virusi AH1N1? I kemi thënë përpara ato që kemi bërë, jo, aktualisht jo. Nëse ka ndruar dikush jetë, mund të ketë pasur problematika të tjera që s'kan lidhje me gripin. Gjendja e fushës tjetër si është, po drejtohen? Po, është tek Spitali Kotrë Veni, fatmirësisht është mirë. Është pa asistenca të frymarrjes të drejtuar, artificiale, dhe fatmirësisht është mirë. Po me sa duket ju nuk arritë dot ta merrit vesh. Nuk di çfarë t'ju them, nuk është kënaqësi për neve që të japim humbjen e jetës njerëzore, thash bëjmë maksimumin e mundshëm për të mbijetuar dhe ju mediat, ndofta duhet ishit më afër nesh edhe në rastet kur mbjetojnë njerëzit. Normalisht nuk ka se si të neve nuk është në një gjë e gëzuar, t'u themi që humbi një jetë njerëzore. Kështu që mendoj që pastaj kjo është puna juaj që duhet të vini, thash duhet të vini edhe kur mbjetojnë njerëzit. Doktoresha, ndoshta unë të shkoni në lidhje me gjendjen e saj u thatë që ishte 31 javëshe. A ka ndikim që ajo ishte me fertilizim artificial, ndoshta pastaj hormonoterapia që ajo ndiqte vazhdimisht? Edhe këto mund të jenë ndikime, megjithatë gratë shtatzana janë të predispozuara në përgjithësi, pavarësisht mënyrës artificiale apo normale, të themi, nuk ka rëndësi kjo. Ato sensibiliteti në tilla raste është gjithmonë i madh.
Faleminderit.